Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në Blu Televizion, ku do të ndjekim së bashku zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Nisim me aktualitet. IKMT në Vlorë drejtohet tashmë nga Eduard Breshani pas dorëheqjes së Elton Caclit. Nga drejtimi i këtij institucioni, Breshani më herët ka ushtruar detyrën e inspektorit pranë këtij institucioni. Eduard Breshani, prej ditës së enjte, është komanduar në krye të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit pas dorëheqjes së dhënë nga kjo detyrë e ish-drejtorit Elton Cacli. Elton Cacli, i cili prej një jave ka dhënë dorëheqjen në Inspektoratin Qendror Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit. Kjo nisur nga fakti pas aksionin në cilin u zhvillua në qytetin e Sarandës, ku konstatuan një sër ndërtimesh pa leje. Kjo e konstatuar, por edhe e kërkuar për një përgjegjësish më të madhe nga vetë ministri, si dhe kreu i Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit afër qendror. Eduard Breshani do të jetë tashmë drejtuesi i KMT-s në Vlorë, pas dorëheqjes së Elton Caclit nga drejtimi i këtij institucioni. Breshani është komanduar në krye të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit Vlorë prej ditës së enjte, ndërsa më herët ka ushtruar dhe detyrën e inspektorit pra këtij institucioni. Elton Cacli mbajti postin e drejtorit të IKMT Vlorë për rreth 2 vite. Dorëheqja e tij erdhi menjëherë pas situatës problematike të evidentuar në Sarandë, ku konstatuan ndërtime pa leje dhe pati ndërhyrje nga policia, të shoqëruara edhe me arrestime. Burime bëjnë me dije se dorëheqja e Caclit është pranuar që javën e kaluar, ndërsa tashmë drejtimi i institucionit ish besuar Eduard Breshanit, i cili ish komanduar. Breshani nuk është një emër i panjohur për administratën lokale në Vlorë. Përveç se ka punuar si inspektor në Inspektoratin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, ai ka mbajtur më parë edhe postin e drejtorit të zonave të mbrojtura në qarkun e Vlorës. Tashmë ai merr një tjetër detyrë me rëndësi në një moment delikat për institucionin, kur kërkohet më shumë kontroll në territor dhe mos tolerimi ndërtimeve pa leje. Komandimi i tij vjen në një periudhë kur vëmendja ndaj zbatimit të ligjit në zonat bregdetare është shtuar ndjeshëm, sidomos pas problematikave të fundit të evidentuara në qytetin e Sarandës. Rikthimi i semaforëve në qytetin e Vlorës ka shumë pikpyetje për mënyrën e realizimit dhe funksionimit të tij. Orientuesit e trafikut rrugor janë vendosur vetëm në disa pika dhe jo në çdo vend kalim të këmbësorëve, duke qenë të pamjaftueshëm. Rikthimi i semaforëve në qytetin e Vlorës ka shumë pikpyetje për mënyrën e realizimit dhe funksionimit të tij. Në aksin transballkanike ka nisur funksionimi i semaforëve, por orientuesit e trafikut rrugor janë vendosur vetëm në disa pika dhe jo në çdo vend kalim të këmbësorëve, duke qenë të pamjaftueshëm. Në një prej akseve kryesore rrugore të qytetit ka vend kalime këmbësorësh që nuk kanë semafor dhe situata për kalimin në to është kthyer në të rrezikshme për kalimin e këmbësorëve. Në Vlorë janë rikthyer pas 35 vitesh semaforët. Ajo çka konsiderohet si problematik është fakti që ndërmjet 2 semaforëve apo edhe një semafori dhe rreth rrotullimeve ka hapësira të ndërmjetme për kalimin e këmbësorëve. Kjo gjë është kthyer në burim aksidentesh pasi kur semafori jep dritën jeshile për kalimin e automjeteve, drejtuesit qarkullojnë me shpejtësi, ndërsa në mesin e rrugës në vendet pa semafor mund të kalojnë qytetarë duke u kthyer në burim aksidenti. Ndërkohë, situata edhe në disa segmente të tjera rrugore të qytetit ku janë vendosur semaforët është kthyer në problematike për drejtuesit e automjeteve, për shkak se firma e cila ka realizuar këtë projekt ka lënë në mezin e rrugës kanale të hapura që janë kthyer në problem për qarkullimin rrugor. Çdo minutë në këto akse konstatojnë automjete të cilat bien në kanalet e lëna hapur duke u dëmtuar. Vlen të theksohet se janë disa vend kalime të këmbësorëve në të gjithë aksin transballkanike që nuk janë ende të mbuluara me semafor. Në çdo ndarje të këtij segmenti, me rreth rrotullim janë 2 deri në 3 hapësira për këmbësorë në të cilën mungojnë orientuesit e trafikut. Situatë emergjente në rrugët e vendit, qytetarët e Vlorës e shohin si tepër shqetësuese sigurinë rrugore në qytet për sa i përket aksidenteve. Ata bëjnë apel që policia e shtetit të shtojë kontrollet për mos të ndalë ndëshkimet për çdo që shkel kodin rrugor. Një tjetër aksident tragjik shkaktoi humbjen e jetës së një fëmie në Elbasan, teksa disa orë më vonë, në po të njëjtën ditë një tjetër aksident lëndoi disa të mitur, duke kthyer edhe një herë tjetër alarmin mbi situatën emergjente në rrugët e vendit. Qytetarët e Vlorës e shohin si tepër shqetësuese sigurinë rrugore në qytet. Sipas tyre në timon, në rrugët e qytetit ka persona të papërgjegjshëm që nuk njohin as rregull e as ligj, duke rrezikuar jetën e tyre.
Qarkullimi rrugor sipas tyre fillon që në monitorimin e patentave, ku duhet të marrin lejen e drejtimit të gjithë ata të cilët e meritojnë. Qytetarët kanë edhe një apel për policinë e shtetit të shtojë kontrollet, si dhe mos të ndalë dëshkimet për çdo që shkel kodin rrugor. Ju e dini vetë që patentat merren pa kriter. Edhe nëse do merren patenta pa kriter, edhe aksidentet do ndodhin më shumë. Sepse po të shtrëngohet mënyra e dhënies së patentës, do jetë më pak. A duhet ta shpërftuar edhe ligjet? Ligjet, shiko, këto një ligjet gjagji. Sa më shumë ta shpërsoni është për të mirën tonë, nuk është për të keqen tonë. Ka të papërgjeshëm timon, Vlorë? Sa të duash. Jesh i rrezikuar? Gjithmonë. Gjithmonë, në përkryqëzime gjithmonë. Policia e bën punën e saj siç duhet. Dhe jo, sa do të mundohet policia, duhet të ndërgjegjësohemi neve. Në radhë parë, edhe policia ka defekte e saj, po mos t'ja ngarkojmë të gjitha asaj. I kemi ne të parët. S'ka policia rrugor. Atje, kush do monitoroj lëvizjen e makinave? Por dhe sa s'ka. Në shumë aksidente kohët e fundit janë përfshirë edhe fëmijë, si në rastin e Durrësit dhe të Elbasanit. Po, e kam dëgjuar. Po tani çfarë ti bësh? Fëmijë është edhe nuk di, e ka mamaja për dorë, ikën nga dora. Ndodh aksidenti. Duhet kujdes, duhet të kesh shoferat që mos ecin shumë me shpejtësi. Përveç policisë, a ka përgjegjësi edhe shoferi? Varet nga aksidenti, çfarë them unë tani ka shoferi. Atë, s'mund ta akuzoj unë shoferin, nëse ai është me 40 brenda, s'ka pse duhet ta shtyp. Në Vlorë, ka të papërgjeshëm në timon? Po ka, që s'ka kudo, jo vetëm Vlorë, po kudo ka të papërgjeshëm. Vlora është i vetmi qytet që nuk ka semaforë. I vetmi qytet pa semaforë, Vlora. Po çfarë duhet bërë ta parandalojnë ka përgjeshëm? E pra do vendosën semaforët, që mos të ketë shpejtësi. Vendos semaforin, një te kinotati atë poshtë, një këtu skele, atje që të ulësh shpejtësi. Ai ikën brenda qytetit ti me 120. Ka pas ndonjë rast që e ndjeri rrezikuar ti personalisht? Unë ja, mori në trotuar, kështu që nuk e është. Po të afërmit e tu, miqtë e tu? Ja. Duhet ta shpërftuar ligji? Ligji është tamam, çfarë ta shpërsosh? Ligji është. Nuk e zbatojnë tash tjetër gjë. Pa kujdesia e shoferëve. Shoferët o janë të vjetër, o janë të rinj që nuk e mbajnë. Vetëm ajo është zonja apo ndikon edhe ndoshta ligji, që nuk ose kontrollet që nuk. Po tash si kontrollon dhe ligji, ajo është. Duhet kontrollojnë çdo gjë që të marrin masa. Për këta. Duhet ta shpërftuar ligji? Po është shpërsuar, si mos ta shpërsohet. Ne jemi kështu, në qell, i thonë edhe në tokë nuk qëndrojmë. Ndjeni të rrezikuar në rrugët e qytetit? Po ndjen se po s'pati dhe semafori. Është gjithë puna. Po sa herë, po unë të vjetë e bardha, ai ku vete, po unë të vjetë e bardha jam o djalli, shajnë të kërdisin edhe ikim. Po fajnë e ka policia, asnjë policë këtu për shumë fjalla vjen mund të ketë këtu. Unë ndaj lëviz me këmbë, nuk lëviz as me motor, as me biciklet, as me makinë. Lëviz në këmbë. Të dy aksidente të fundit shumë të rënda janë përfshirë edhe fëmijët. As me angjesorë nuk hipi, vetëm ngjitem në shkallë. Se nga frikat ka ndodhur gjë ke eksperiencë më pashka? Po e di se ngelesh atje dhe ikën. Jo, them nga makina, ke eksperiencë më pashka? E kam në Italia. Aksident, kurda. Në dy aksidente shumë të rënda janë përfshirë edhe fëmijët, si në Durrës ashtu edhe në Elbasan. Jo tani, me që më pyete për këtë Durrësit, të atyre fëmijëve, ai duhet të dënohet me varje. Atje në atë lagje. Se ai nuk e ka të parën atë aksidenti ka bërë. Për këtë ata duhet të jenë kompetent, jo. Po këtu në Vlorë si janë? Shoferë. U janë shumë të kujdesshëm, nuk ka raste të rralla shumë. Duhet ta shpërftuar ligji? Nuk ka punë me ashpërsimin e ligjit, që duhet të jetë i veçantë për këtë zotërinë. Prej nisjes së këtij viti numërohen 10 aksidente rrugore në akset kryesore dhe ato nacionale, që i përkasin Vlorës, aksidente këto që kanë lënë pas disa të lënduar, por fatkeqësisht edhe viktima.
Ka nisur procesi i dezinsektimit në qarkun e Vlorës. Procesi ka startuar fillimisht në qytetin e Vlorës dhe në Orikum, ndërsa do të vijojë për gjatë gjithë vijës bregdetare. Këtë të premte dezinsektimi ushtri në zonën e Dërmiut. Ka nisur procesi dezinsektimit në qarkun e Vlorës, një ndërhyrje e rëndësishme që synon në reduktimin e përhapjes së mushkonjave dhe insekteve gjatë sezonit veror. Procesi startoi fillimisht në qytetin e Vlorës dhe të Orikumit, ndërsa do të vijojë për gjatë gjithë vijës bregdetare. Këtë të premte dezinsektimi ushtri në zonën e Dërmiut për të vijuar më pas deri në Qeparo. Në fokus të procesit janë kryesisht zonat ku ka kanale kulluese, ujëra të ndotura apo mjedise që favorizojnë shtimin e mushkonjave. Specialistët e shëndetit publike konsiderojnë këtë proces mjaft të rëndësishëm, veçanërisht për një periudhë me temperatura të larta dhe me fluks të shtuar turistësh në Bregdet. Prania e mushkonjave jo vetëm krijon shqetësimin për qytetarët dhe pushuesit, por mund të sjellë edhe probleme të ndryshme për shëndetin publik. Kreu i epidemiologjisë në Vlorë, Algron Bashllari, u shpreh se procesi i dezinsektimit ka dhënë efekt pozitiv edhe gjatë viteve të kaluara e mbetet një ndër masat më efikase për minimizimin e përhapjes së insekteve gjatë sezonit veror. Si çdo vit, edhe këtë vit filloi procedura e dezinsektimit ose luftës kundër mushkonjave, e cila bëhet prej shumë vitesh, procesi shumë i rëndësishëm dhe ka patur impakt në zonën turistike, pra me reduktimin ose minimizimin e popullatës së mushkonjave, pasi në vetvete procesi nuk synon çfarosjen e mushkonjave, por bëhet sepse kuptohet që mushkonjat janë transmetuese të sëmundjeve infektive, por njëkohësisht kanë dhe efektin bezdisës, të shoqëruar pra jo me sëmundje infektive të rënda, por qoftë edhe me shfaqje lokale të natyrës alergjike. Rrjedhimisht në këtë proces është përfshirë pothuajse plotësisht e gjithë vija bregdetare. Në rastin e Vlorës, pra ai proces për cilin ne punojmë, përfshin qytetin Vlorë dhe me radhim Orikum deri në Qeparo, pra që është në përgjegjësinë e njësisë vendore kujdesshmërisë Vlorë. Procedurat janë bashkëkohore, sekondë çdo vit, pra trajtimi bëhet kundër larvave të mushkonjave, pra gjeneratave të reja të mushkonjave dhe synon të preki gati 100% të gjitha sipërfaqet ose habitatet e mundshme për zhvillimin e larvave, siç janë kanalet, bodrumet, pusetat e hapura apo pellgje të ndryshme, pra zona me ujë të ndënjur që favorizojnë pra zhvillimin e larvave dhe aq më tepër në temperatura të larta ku zhvillimi është i menjëhershëm brenda disa vjetësh i larvave të reja. Për këtë arsye bëhet çdo 2 javë, pra për të mos lejuar gjeneratat. Procedura e zgjat për gjatë gjithë sezonit veror deri në ftojen e temperaturave, që do të thotë deri nga fundi muajit shtator, fillimi i muajit tetor, kur ka një reduktim të ndjeshëm normalisht domethënë popullatës së mushkonjave. Pas Vlorës dhe Orikumit këtë të premte, puna vijoi në zonën e radhimës, ndërsa gjatë javës së ardhshme procesi do të shtrihet për gjatë gjithë vijës bregdetare deri në Qeparo. Dezinsektimi do të kryhet çdo javë me qëllim minimizimin e përhapjes dhe shtimit të popullatës së mushkonjave gjatë muajve të verës. Ndahet nga jeta Neki Dredha, ish kryetari i Bashkisë së Vlorës në vitet 1998-2000, njëkohësisht babai një tjetër ish kryebashkiaku në Vlorë, Ermal Dredhës. Ai në profesion ishte mjek. Doktor Neki Dredha mbajti që prej 2013 titullin qytetar nderi i Vlorës. Është ndër nga jeta Neki Dredha, ish kryetari i Bashkisë së Vlorës në vitet 1996-2000, njëkohësisht babai një tjetër ish kryebashkiaku në Vlorë, Ermal Dredhës. Lajmin e ka bërë publik ish kryetari më parshëm i Bashkisë së Vlorës, Ermal Dredha, nëpërmjet një njoftimi në rrjetet sociale. Dredha lajmëroi se i ati përcillet ditën e sotme për në banesën e fundit në Varezat e Sharrës. Me i dhërim të thellë, ju lajmërojmë për ndarjen nga jeta të babait ton të shtrenjtë doktor Neki Dredha. Ceremonia mortore do të bëhet sot në datën 29 maj, ora 16 në Varezat Sharr. Neki Dredha ishte mjek me profesion dhe njëkohësisht ish kryetari i Bashkisë së Vlorës. Doktor Neki Dredha mbajti që prej 2013 titullin qytetar nderi i Vlorës, po ashtu gjatë karrierës së tij shkroi edhe disa libra publicistik dhe poetik, siç është edhe poema narrative Labria magjike. Dredha ka shërbyer për vite me radhë si mjek në qytetin e Vlorës, duke qenë edhe një nga figurat e njohura të shëndetësisë. Ai është gjithashtu edhe autori i shkrimeve memoralistike, kushtuar mjekësisë dhe figurave të shuara të shëndetësisë shqiptare.
Një i nënës, tjetri i njerëkës. Kjo është shpreha që gjen në lagjen Kushtrimi në Vlorë, aty ku dy zona shumë pranë njëra tjetrës ndryshojnë me syre. Projekti për ndërtimin e bulevardit të Palmave ka lënë jashtë investimit zonën përballë policisë së Vlorës. Një i nënës dhe tjetri i njerëkës, kjo është shpreha që gjen vend në lagjen Kushtrimi në Vlorë, aty ku dy zona shumë pranë njëra tjetrës ndryshojnë kaq shumë me syre. Zona nga xhamia e qytetit deri në kryqëzimin që të çon për në hyrje të Transballkanikës është transformuar totalisht si rrjedhoi e projektit të bulevardit të Palmave dhe Agrumeve, ndërsa pjesa tjetër, ajo përballë komisariatit të policisë së Vlorës, me infrastrukturë të munguar prej vitesh. Banorët e lagjes shohin si të padrejtë këtë ndarje kur thonë se projekti duhej bërë i njëjtë nga xhamia deri në hyrje të qytetit, pasi sipas tyre segmenti rrugor ka nevojë për rehabilitim. Megjithëse nuk i kanë humbur shpresat se do të ketë një fazë të dytë në realizimin e këtij projekti, banorët tregojnë se tepër me rëndësi është po ashtu edhe rehabilitimi i fasadave të pallateve të tyre, ku godinat e banimit 3 dhe 4 katëshe sipas tyre po amortizohen çdo ditë më tepër. Si e shikon? Ti me sy të qytetar, si e vlerëson? Siç ka qenë. Se di, ishte një shpallje, nuk e kam atë shpalljen që këtu ishte ajo tenderi. Mira nuk ka fund asnjëherë. Nuk ta shpjegoj dot se cili thot onë na ime. Ne këtu jemi të kënaqur për këtë gjë që ka bërë gjë e bukur. Siç më kam dëgjuar nga ata i do vënë semafor të ditë. Kështu që për ne është në rregull, me një kalim është rëmuj s'ka. Këtu ishte një parull. Dhe ajo mund të sqaronte më bukur. Që kishin vënë ata firma ndërtim. Duhet të punoj më mirë. Po ma se do rregullohet. E gjithë. Kam shpresa si s'kam. Të rregullohet, të bëjnë gjithë të mrekullira jakteja. Po mendon se duhet ishte bërë njësh? Po njësh duhet bërë. Duhet ishte bërë? Po. Po tani që s'është bërë çfarë mendimi ka? Po ma se do ta bëjnë, themun. Base. Nuk është gabim ajo. Që është ndarë apo jo? Po kjo është ndarë është gabim. Sa vite mban mend në këtë gjë? Se unë këtu kam qenë me lagje i humba shpite firmat piramidale. Ajo ka qenë, ajo që ka qenë është aty. Qena 90. Si mos dash ka kjo rehabilitim? Po me seleksionime. Të e kam rriti që këtu të lagja kuri. Ka një 6 muaj që e kanë shtrojë rrugicën tonë, se ka qenë pri bret, po nuk jam prishur të gjitha. Ndërkohë shojnë të zonët e policia që është e parahabilituar, apo jo? Është si që ka qenë më parë, dërvite? Po thonë që du ta bëjnë. Tani, kjo ndarje? Kështu po thonë që po vënë ato kolonat në anë të rrugës dhe thonë që do ta bëjnë. Po me që e ka nisur them, po që e kanë bllokuar lagjen për ndërtimet pa leje. Janë zënë me baça, me baranga, nuk janë prishur të gjitha. Duhet vazhdoj dhe ky aksion për prishjen e të. Po, se janë me seleksionime, pse? Kjo zona e policisë ka vite në këtë gjendje që sot? Po. Sa vite më? Unë kam 7-8 vjetë këtu, kështu e kam gjetur, kështu është. Është e rëndësishme të rehabilitohet? Po shumë e rëndësishme, që ta fillojnë apillimit, të zjerohen, të bëhet lulishte në lagje, të bëjnë stola për moshatare, se s'kemi mundësi të dalim, të vijen stola në për lagje, edhe për moshatarët. Edhe pallatet e rikonstruktohen? Edhe pallatet janë për i brete, shiko rrugicën tu. Nëse projekti për ndërtimin e bulevardit të Palmave, Agrumeve dhe Jacarandave është thuajse i përfunduar, për zonën përballë policisë së Vlorës nuk ka asnjë informacion nëse në vijim do të ketë një tjetër projekt për rehabilitimin që do të përmirësonte kushtet edhe përgjati. Kompanitë e naftës kanë paralajmëruar qeverinë se do të hedhin në gjyq dhe të kërkojnë dëmshpërblim për llogaritje nën kosto të çmimit të naftës. Që nga riaktivizimi në fund të marsit të këtij viti në 28 maj, bordi ka ndërhyrë rreth 30 herë në treg, shpesh dhe me 3 ditë radhazi. Kompanitë e naftës kanë paralajmëruar qeverinë se do ta hedhin në gjyq dhe do të kërkojnë dëmshpërblim për llogaritje nën kosto të çmimit të naftës. Që nga 26 marsi, qeveria riaktivizoi bordin e transparencës për hidrokarburet që llogarit çmime në bazë të formulës të miratuar që në krizën e vitit 2022, kur nafta u shtrëngua pas sulmeve të Rusisë ndaj Ukrainës. Që nga riaktivizimi në fund të marsit të këtij viti deri në 28 maj, bordi ka ndërhyrë rreth 30 herë në treg, shpesh edhe 3 ditë radhasi. Që në fillim operatorët u ankuan se për llogaritja bëhet në bazë të çmimit FOB, Free on Board, që nuk merr në konsiderant transportin dhe sigurimin dhe jo të çmimit çift,
që përfshin transport e sigurim dhe që e rrisin edhe me 45 deri në $50 për ton çmimin e blerjes. Që nga viti 2024, kompanitë e tregtimit ndërkombëtar nuk operojnë më mbi bazën e kontratave FOB, por mbi bazën e kontratave CIF. Ndërsa çmimi vendosur nga bordi bazohet në treguesin FOB. Doganat kanë llogaritur TVSH-n mbi treguesin CIF. Kjo diferencë ankohen operatorët ka kryer një kosto prej 4.7 lek për litër, duke krijuar humbje të mëdha për importuesit. Në shkresën drejtuar Ministrisë së Ekonomisë, Ministrisë së Financave dhe Kryeministrit Edi Rama, kompanitë më të mëdha importuese thonë se pasi kërkesat për rishikimin e metodologjisë së çmimit dhe marzheve bruto nuk janë marrë parasysh, ata kanë parashtruar qëndrimin e tyre duke marrë në konsiderat deri në dërgimin e çështjes në gjykatë. Importuesit ankohen se bordi i transparencës i krijuar që në vitin 2022 në vendosjen e çmimeve pas reaktivizimit në mars 2026 nuk pasqyron kostot reale të operimit të subjekteve në treg, duke mos marrë në konsiderat rritjen e shpenzimeve të shkaktuara nga inflacioni dhe ndryshimet strukturore të kostove gjatë periudhës 2022-2026. Importuesit ankohen se çmimet e përcaktuara nga bordi kanë qenë dhe vijojnë të jenë në nivelin e kostos reale duke shkaktuar humbje të vazhdueshme për kompaninë. Importuesit paralajmërojnë se vazhdimësia e kësaj situate pa një rishikim të menjëhershëm të kuadrit rregullator dhe metodologjisë së përcaktimit të çmimeve, do të detyrojë subjektet të operojnë në humbje duke rrezikuar seriozisht vijshmërinë e aktivitetit të tyre tregtar. Importuesit kanë paralajmëruar që në rast se nuk merren masa brenda 10 ditëve për të ndaluar dëmet e mëtejshme, ata do t'i drejtojnë gjykatës kompetente për të kërkuar zgjidhjen gjyqësore lidhur me dëmshpërblimin e plotë të gjithë pasojave dhe dëmeve të shkaktuara si rrjedhja e llogaritjes së çmimeve nën kosto. Burimet bëjnë të ditur se deri tani dëmi i përllogaritur i afrohet 7 milionë eurove. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Bashkë mirupafshim.